Të ngjat jeta me shpresoj që jeni mirë, po ju tregoj se çka kom bler në DM me 200 euro. Në Gjermani nuk është se kom dalë shumë me bo shopping, I kom bler veç 2 çanta edhe kështu që gjatë krejt pushimit tam ton kohën kom najt veç në DM. Kështu që po ju tregoj se çka kom bler edhe a ja vlen apo nuk ja vlen sipas mendimit tim. Fillimisht do I vendosi lapsat, edhe e kom shumë atlet me I pa. Edhe po du m'ju tregu lapsat që I blej në DM edhe që kom thonë edhe ma herët, gati 24 orë nuk të fshihet as edhe njëherë që ky laps. Edhe janë qëta të trendit up. Po. Edhe nuanca jam e preferume është 0.80. Edhe gjithashtu kom blej edhe të kuq. E me sa e di une, ngjyra e kuqe është veç një që është 250. Kom blej edhe Juicy Bomb, edhe kom blej të llojeve të ndryshme, kom blej me çokoladë, kom blej çta që është klasikja, e kom blej një me mjalt, edhe krejt më pëlqejnë shumë, po mas shumë të më pëlqen klasikja edhe me mjalt, e kjo me çoko është interesante, po nuk është një prej preferumave të mia. Një diçka që e kom lyp krejt dyqanet ku ka pas esencë ka qenë që ky blush që e ka numrin 10, po që kjo kuti është fshis, unë ja ku marrë qikës taqet, edhe I kom thonë që nashta atje vinë pak ma shpejt, se në këtë Kosovën edhe në Gjermani edhe kudo që jam të udhtu, kohët e fundit jam të mundu me lyp qëtë blush pink të esencës, po nuk jam të mujt me gjetë. Unë kudo që shkoj, blej kartolina tilla edhe të qytetit ose të vendit ku unë e vizitoj, edhe si po duket, kjo është Batols, qyteti ku unë jam konë, edhe gjithmonë ja shkruaj një letër mamit edhe I them kudo që jam të mendoj. E kësaj herë ja kom shkruar edhe papit. Kjo është me mjalt që ju tregova unë më herët. Lapsa trendit up. Prap laps I trendit up. I kom blej 2 lapsa edhe një gomë, se unë luj sudok shumë, edhe para se me ardhë në kohën e pritjes të aeroportit, në aeroport, kur pres për check-in ose çka do që është, çdo lloj pritje mundshme që mund të ndodhë në aeroport, ose edhe mrena derisa të vi, po kësaj here kom plajt rrugës, luj gjithmonë sudok, kështu që gjithmonë I marr lapsat edhe një gomë me vete. E kom blej këtë krahanin e vogël për me marrë në çantë me vete, shumë I mirë. I kom blej shto 2 kutia për brush të dhëmbëve për me I marrë me vete, një ja kom blej platorit, një ja kom blej vetet. Qika e agjit Vanessa po I përdor kështu, edhe kur jam pastru edhe I kom përdor edhe unë, më kam pëlqy tepër shumë edhe flokt mi ka bo tepër të buta, kështu që I mora 2, se nuk dashta me rreziku me dit a ka ajo në Kosovë, kështu që I mora në DM qëto. Tepër të mira, këto janë balsam për ndrysha. E kom blej qëtë primer, ja kom blej edhe vetit edhe mamit, është kur don me bo make-upin ma glowy, kështu që ka shumë I mirë, po ka shumë glowy. Do me thonë, nëse ka primeri shumë I mirë, po nëse doni me pas primer tamam glowy ose një make-up tepër glowy, ky është perfekt. Po nëse nuk ju pëlqen shumë glowy, mos e marrni. Kom blej 2 sapuna, ku mendu që janë deodoranta stick, si kështu tamam stick, po kishin qëllu sapuna, po qa me bo. Nuk kom dit me lexu gjermanisht. E kom blej qëtë krem, veç tash të provoj me kollagen. Këta nuk e kom blej DM, po e shfrytëzoj rastin po ju tregoj, e kom blej në Suedi, në Kicks, edhe është Extra Glow, edhe është setting spray. Po, setting spray, edhe është tepër e mirë. Edhe ta mon make-upin shumë, po edhe ta bën shumë glowy. Nashta jo tepër, po mjaftueshëm, edhe më pëlqej tepër shumë. E kom blej këtë pastrusën për gjuhë, edhe gjithashtu të brushat dhëmbëve, nuk e dia I kom këto I kom hap. E kom blej qëta për flok, për me I spërkat flokët edhe me I rujt prej diellit. E kom blej qëtë maskar në DM, edhe kjo është e trendit up, po nuk më ka pëlqy, ka formule re edhe absolut nuk ja vlejte. Qëtë shark e kom blej 5 euro, edhe ka tepër I mirë. Do me thonë, shumë ka pëlqy. Veç siguroni që përmenin ngjyrën e juve edhe I mrekullueshëm. Edhe kjo është prej trendit up. E kom blej edhe qëtë primer, po këtë kanë në formë të spray. Kom blej maska për shoqën tam, edhe shtu e në konë të trajta, po I kam dorat, kështu që kam e bo një video enkas për doratën që kam e bo, nëse kam ko. Kom blej një shampo për me I pastru flokët për after sun, për me u përkujdes ndaj diellit, edhe mos mu dëmtu ndaj diellit. Këtë spray për insekte, se mu mickoja të mdojnë tepër shumë.
Këtë parfum ja kum ble vetit, gjithashtu edhe mikit ja kum ble një parfum, po ja kum dhonë. E kum ble qëtë mask, po do të keme majt një orë, nuk e kum ditë se nuk e kësha ble, po të provoj. Krejt qëto janë maska për këmbë. Edhe kjo është mask për këmbë. Këto e ku marrë prej Essence-s, edhe ish jashtëzakonisht e mirë, ish lip liner tattoo, edhe me të vërtet ish shumë problem me u fshi, kështu që keni kujdes me to. Dhe numrin e ka, nuk e di, ka fshi. Sarëne. E lexova që qëto krema janë shumë të mira për atyne personave që ju rritën qimet përfunde, kështu që unë ka njëherë kam probleme. Kum pas pak ma shumë, po tash që e kum bolla serin nuk kam heq problem, po e lexova që është edhe e mirë për kujdesje të lëkurës, edhe ti zbut shumë edhe lëkurën, po edhe qimet, kështu që vendosa me i marrë ty. Këto janë prej Panoramës, L'Orealit, një të kuqe që është matë edhe ku marrë 7 kaftën, që kjo është paja ge e kaftë, nështë ta ku më gabu që e ku marrë që të nuancë, po se di, veç mu tërhek me marrë që ta. Ku marrë gabim, du me ndu që me marrë 0,10, po nuk është 0,10, kështu që kujdes mu se bëni edhe jot njëtin gabim, nëse veç doni me marrë 0,10-shin, kjo është 50. Interesante që si kom qeli akoma janë qëto produkte të She Glam. Ja kum ble gjithashtu edhe Elonës, edhe qikave të talqit ja u kum ble ka një qëse. Edhe Elonës i kum ble kontur që e ka të njëjtën, po ja kum jap. Edhe po du mi hap edhe mi ja u të regu edhe juve, se po kom qaf edhe vetë mi po. Kom pas qaf shumë me i marrë edhe disa produkte të Elfit, po në 3 qytetet ku jena ko na në Diam, nuk ka pas Elf. Se sa po e kam pru Elfin në Diam, edhe që kjo është e She Glam që e ku marrë on. Të shonë nuancën a është e mirë. Shumë e mirë, veç ka pak e kaft. Jo shumë mirë, po u shkrika perfekt. Se dia po vrehet. Që shto po vrehet ma mirë. Kjo është Moisturizer Lip Care. Sa të mire pas ka nuancën. Shumë e bukur. Kjo ka kokoa këke. Po. Qëta po pritoj me qel. E qëkjo është shumë e mirë. Qale tringa. Hapët kjo, hapët, alo. Ja, shikoni. Ja, qështu do me thonë. Shumë e mirë, live po do këtë shumë a bukur, po jënë dë bardha e në kamerë për shkak të dritës nuk po vrehat. Ishën të gjitha bledjet e mija që i kam blenë në DM. Nëse keni pytje për produktet, a ja vlenë, as ja vlenë, kodet, numrat, etjer, muni me i pa të Cozy with Tringa, se pas postimit të videos, kom i postu direkt të Cozy with Tringa, po muni me më shkruaj edhe në për komenta. Arsyeja pse ju thom me shiku gjithmonë te Cozy with Tringa është se ndonjëherë kur i shoh komentet, kom qaf mja u kthi përgjigjen, po unë krejt kodet nuk i di përmensh, edhe shumicën e rasteve nuk qëlloj në shpe, kështu që kur qëlloj në shpe, i shkruaj te Cozy with Tringa edhe aty i gjeni krejt. Është si një farë lloj ditari i produkteve që unë i përdori, të veshjeve ose të çfarë lloj produkte që shihni në videot e mia. Si gjithmonë, Tringa ju përqafon edhe ju don shumë. Mirupafshim!